vetë faktin se nuk kemi edhe institucione stabile, ajo ndikon edhe të këmishjenja qytetarit, por ndikon edhe në raportet me partnerët ndërkombëtar. Arsyeja pak është e çuditshme se si subjektet politike në Kosovë nuk arritën për një kohë shumë të gjatë të gjejnë një konsensus për ta emëruar një president konsensual, si duket egot partijake janë më të mëdha se sa interesi i qytetarit apo interesi i shtetit, kështu që me të vërtet jemi në një situatë e palakmueshme. Nga dita e djeshme si duket shpresat janë shua për një konsensus eventual ose marrëveshje eventuale, sepse deklarimet e liderëve si duket me ditën e djeshme kanë përfunduar dhe tash vetëm pritet data e 27 prillit me bazë të vendimit të gjykatës kushtetuese në mënyrë automatike brenda 45 ditëve do të shkojmë sërish në zgjedhje. Këto zgjedhje janë shumë të mundishme për neve qytetarët e Kosovës, sepse patëm një mori zgjedhjesh në të kaluarën, përveç shpenzimeve që i kushtuan buxhetit e Kosovës dhe gjithsesi taksapaguesve të Kosovës, ato i lodhen edhe psikikisht, por krijuan edhe një stagnacion edhe në arenën ndërkombëtare, pra në marrëveshje të ndryshme, por për fat të mirë në këtë situatë kaotike, ndoshta është krijimi i parlamentit në këtë periudhë kaq të shkurtër, u miratuan disa marrëveshje që ishin shumë urgjente, por sido që tjetë, unë mendoj se shteti nuk duhet të kuptuar si një institucion i përkohshëm, por si një institucion i përhershëm. Shteti duhet kuptuar si mbi të gjitha interesat e çdo individi apo subjekti partijak, nëse mendojmë të shkojmë përpara ose mendojmë ta çojmë shtetin dhe sovranin e atij shteti përpara. Ndryshe, qytetarët e Kosovës janë duke paguar këto mosmarrëveshje, këto do thoja lojra politike të subjekteve politike që 2 vite e më shumë kanë ta fajsoj, unë do t'i fajsoja që të gjithë, por më së shumti sovranin, sepse edhe pse po krijohen zgjedhje, ato vetëm po krijojnë një riciklim, jo një rikonfigurim, po përsëriten të njëjtat gjëra, të njëjtat pozita, dhe nuk po mundemi asesi të arrijmë një zgjedhje stabile, të kuptohet se kush në cilin moment duhet të zgjedhet qeveria, parlamenti, presidenca, kështu me radhë. A kishte Sovrani alternativa të tjera? Sovrani kishte alternativa sa të duhesh dhe Sovrani gjithnjë ka alternativa sa të duhesh,